Edi Rama Frikacak në mbylljen e fushatës bëri deklaratën për mos të votuar. Frikacaku do shkoj te SPAK, o Edi Frikacak e gati për në SPAK Anila. Një bejte kjo, bejte me rim, vargje, me rim. Po, pa tjetër, edhe ty të bëj thirrje që mos votosh Anila, me që e ke mendjen në kënet, dhe me që nuk ke asnjë, me sa duket, asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua dhe për Partinë Socialiste dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Të paktën mos shko të hidhesh në kënet, se është diçka që nuk është higjienike në hyrpamja as politike, as qytetare, as kombëtare. Ja, kjo është, nuk është higjienike. Fare. Mos shko të hidhesh në kënet atje. Këtë thirrje të bëj unë. Pastaj këto të tjerat ja lëm kohës. Nuk më vjen keq për ato patronazhista që janë nga rrethet, që i bajnë komplimente se nuk e njohin Shkodrën, por më vjen keq për ata pak patronazhista që janë nga Shkodra që i thonë bravo. Do ju baj një pyetje, çfarë ka bërë për Shkodrën? Tashti Jolanda nuk e di, po unë them që Shkodra flet vetë se çfarë kam ba unë me Benet Becin dhe me qeverinë tonë për Shkodrën. E flet vetë Shkodra, boll të hysh, boll të fillosh nga hyrja e Shkodrës dhe nuk ka nevojë fare as të pyesësh njeri, as të marrësh përkthyes, as të kërkosh guid, as të kërkosh parti të shpjegoj, as të duhem unë fare, thjesht leja syve të shohin e të thonë. Që nga hyrja e Shkodrës, edhe vazhdo pastaj nëpër Shkodër, nëse ke kujtesën që ishte një qytet i zhytur me plera edhe në zymti, do ta shohësh vetë se çfarë është bërë. Apo e bani koha, si tu edhe ti, e bani koha. Veriut i vuri traun. Veriut si bani një rrugë, Lezhë mbytet nga trafiku dhe vjen këtu kërkon votën për të diskriminu Veriun. Mirë ti se vjen, po këto që dalin shesh Zef Pjetri, o Zef, po çfarë flet mor Zef? Çfarë flet mor miku im, çfarë flet? O Zef, po si nuk është bëha gjanë Veria, po do të fillojmë të numërojmë, po mirë më me që po flet për Lezhën, ajo rruga Shëngjin Velipoj. Është në Veri ajo, apo është këtej nga jugu? Shëngjin Velipoj, një aks që është premtu, është prit prej shumë e shumë vitesh. Po thuma nga Shari është në Veri apo është në jug? Milot Baldreni fillon së shpejti, lidhet kontrata për pak. Sa po të shpahet fitusi, se është në proces. Po rruga që shkon deri lart në Vermosh, është në Veri apo është në jug? Si thu? Po rruga e Thethit, mor mik, deri në Altë në Theth, e re, e Veriut është apo është e jugut? Po rruga Arbrit, si dhe llogarit Dibrën ti, megjithëse Dibra është bërë Tiranë tani edhe mund të thush jo se është rrugë Tiranë, dakord, po ta fal. Po rruga e Lurës, ku shkon, si është? Po rruga e Komanit, është në Veri apo është në jug? Po rruga e Dugagjinit, ku është? Dhe këto janë të gjitha akse strategjike për turizmin, përsi atë shfol edhe s'është bërë kur asgjë. Të gjitha këto janë o të bëra o kanë tjera që po të flasun. Si bëhet? Si bëhet? Mërzef. Aty ku thua ti tek trafiku në Verë, aty është i nevojshëm të bëhet bypassi i Shëngjinit. Edhe projekti është gati dhe edhe bypassi i Shëngjinit do të bëhet dhe do të kemi një çlirim aty. Por në Verë, me gjithë këtë dyndje turizmit,
Kështu ndodh edhe në vende të tjera me turizëm të zhvilluar dhe masiv. Kështu ndodh, zef. Po tash po shifim në Shkodër në datën 11 dhe ta shohim se çfarë mendojnë edhe të tjerët në Shkodër. Nuk është ai bufa do jemi ne, po votuam ju përsëri dhe ngre 2 gishta. Po pse flet shumë apo ti s'm ke votuar asnjëherë më sa dik që ngre 2 gishtat? Ai është buf edhe çfarë bufi, buf kënete, se ka lloj bufash. Po ai kënetës është, mos e pyet, katran me bojë është bufi kënetës. Kështu që është buf dhe nuk e lun topi. Ti ke frikë zgjedhjet ndaj bon cirk çdo ditë, Renato. Po pra i kam frikë në fakt se i kam fituar 9 zgjedhje. Prandaj i kam frikë. Edhe kam unë vetëm një me një margë shumë të ngushtë. Edhe unë ka trem shumë në fakt. Këtë drejt i kam shumë frikë. A e thu këtë punën e hyrjes në Europë se ashtu e do puna, ma i mush me në qyrikëve se pa ty nuk ka Europë, se po ta kesh me vërtet dhe që thua se pa ty nuk ka Europë, i bi i tjesh qyrik, s'ka se besim ke nojzi, Shaqiri. O Shaqiri e shumë i lodhë, vlla, të ka lodhë këneta, të ka raskapit, qa janë këto mua bete më burë. Ti nuk i beson as vetë ato që thua, mirë ata që të vjen nga mbrapa. Në fakt, Andi, unë besoj çdo gjë që të them ty, dhe që ju them juve se po mos besoja nuk do rria 1 minutë këtu, se nuk është se s'di të bëj dhe punë tjera. Me thënë të drejtën, kështu që i besoj dhe i besoj aq fort sa që për këtë arsye përballoj edhe këto lloj ngarkesash jo të vogla, me thënë të drejtën, që të rri, të ulem, e të flas si njeri me njerëz që lëshohen këtu si puna jote dhe e disa të tjerëve, por jeni pjesë e kësaj familje, e këtij komuniteti shqiptar, e kësaj bashkësie shqiptare, e këtij vendi edhe juve duhet ju jap kohën të komunikoj, të mund të përpiqem t'ju hap syt për gjëra që i shikoni me syt e bufit kënetës dhe pastaj ju vendosni vetë. Por që unë i besoj me mish edhe me shpirt, se ndryshe nuk e gjeja do të fushin për të marrë akoma me gjithë këto lloj llafesh e me gjithë të lloj llumi. Dakor? Të falenderoj edhe ty, ju falenderoj edhe të gjithëve, sepse na pret një ditë tjetër intensive, edhe me mend në kokë në datën 11, takimi me historinë kërkon që të mblidhemi të gjithë tek 5, tek numri 5, tek Partia Socialiste. Kush nuk e bën dot të kapërcim, atëherë le mos ta vëri tek 5 shënimin. Le ta vëri tek një nga kandidatët e listës preferenciale. Një vot aty, se ja kemi dhënë të gjitha qarqeve, grupet, skuadrat, mundësit, i duan të djathtë, i duan të majt, i duan gra, i duan burra, i duan vajza, i duan djem, i duan nga zona e tyre, i duan nga zona pranë, i duan nga si t'i duan. I kanë të gjitha zgjedhjet aty. Dhe nëse pastaj as të nuk e bëjnë dot, mos shkojnë këne të rinë shtëpi. Ju falenderoj shumë të gjithëve.